Fokusi i debatit nuk ka të shku më bos zgjidhje për situatën e energjisë. Fokusi i debatit është të shku, hajde të gjujmë gure dru, edhe t'ju themi që ju me të vërtet jeni t'u i vjetë qytetarët. Du me ju tregu edhe për temen famoze, elefantin dhomë që sa her unë e vi, edhe është dikush këtu që i bjen mend me diskutu komunikimin vetën i shefen e ju me listën sërbe. Ju keni vendos me u marë vetë me krejt atë amulli e atë prodhim të informacionit që ka dalë. Për mu, ajo është çështje e cila është sqaru, e sthollu, e stërhollu, e bile, dej aq larg ka shku, sa unë personalisht e kom dërgu rastin në prokurori edhe i kom kërku prokurisë me bo super ekspertizë. Është prokuroria e Kosovës, themelorja që e ka mbajt 1 vjet edhe s'ka sjell vendim, edhe specialja që për 3 javë kthem përgjigje të duket origjinal. Mirë, për mu duk origjinal e keni bëhë gjithë ju, edhe ata që e kam promovu. Po origjinalitetin e saj e vërteton ekspertiza. Në këtë situatë është fjala ime, kundër atyne që ju keni vendos me ju besu. Ata që e kam publiku edhe listës sërbe. Për deri sa vesh me ju rikujtu. Marveshjet që ka ndodhë këtu, ka qenë votimi i asociacionit në kuvend me marveshje ndërkombëtare, e para edhe e dyta votimi gjykatës speciale, ku janë emnat e gjithve. Ju lutna, jënë votime tjeshta, apo dëni me folë për energjin, apo dëni me folë për çështjet të cilat paka shumë krejt keni kalu në për qatë sistem. Cila është mënyra? Jo, unë e marë fjallën për arsye se sot, dul edhe akuza tjetër, ta shtuet, ta jeni të i vjedhë qytetarët me një sort. Sikur ne, në asë një veprim, mos ta kishim bo si qeveri e si ministri me një sort, edhe kisha thonë ekziston një dyshim. Ministria që drejtoj, edhe që një deputete e LDK se ka drejtu, e që e ka drejtu edhe shumë ministra tjerë të partisë me cilin ka egzistu aso kohë pani, ka Agjencinë e Metrologjisë. Agjencia e Metrologjisë si pas kompetencave të veta në 3 ligje. Ligjin për metrologji, ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, edhe ligjin për inspektoratin qendror të tregut ka marrë veprimet. Edhe sot vlera e denimeve ka mri, përderisa po flasim, afërsisht deri në 50.000 euro edhe vazhdon matutje. Një sort ka ndalë që disa janë skadun prej vitit 2015. Kush ka qenë pushtet vitin 2015? Çka ka bo agjencia ose kush ka qenë kreu i agjencisë në atë kohë për mi përcjell? E të tilla raste, po në këtë situatë tash mu dikush më pyet pse po flet. Jo, unë po flas për me tregu ku të shku fokusi i debatit. Fokusi i debatit nuk ka të shku më bos zgjidhje për situatën e energjisë. Fokusi i debatit është të shku, hajde të gjujmë gure dru, edhe t'ju themi që ju me të vërtet jeni t'u i vjetë qytetarët, që ju në një farë forme, përdojmë ju thonë qytetarëve që rezultati i 28 dhjetorit nuk është në rregull, se qytetarët janë habit, se një farë forme këta përdojmë me dalë që ashtu hajna, dyqysh qysh na kanë thonë këta neve që kemi qenë.